Zgjedhjet e 11 majit nuk ishin një triumf politik për mazhorancën, por një funeral për opozitën e komanduar nga Sali Berisha. Asnjë entuziazëm për Edi Ramën, veçse frikë nga rikthimi i së shkuarës. Dhe kjo nuk është fitoria e një qeverie, është mungesë alternative. Fanfarat e rilindjes nisën që pak dhier për të shpallur fitore, por në realitet nuk ka fitore kur shqiptarët votojnë nga frika, jo nga shpresa. Çfarë ndodhi në 11 maj ishte thjesht një mbijetesë e Ramës fal gogolit Sali Berisha. Nëse Sali Berisha nuk do të ishte në fush, edhe një figurë pa karizëm si Lulzim Pasha do të kishte marrë më shumë. Shqiptarët nuk votuan për PS-n, ata votuan kundër kthimit të së shkuarës së frikshme, që u rikthye me arrogancë dhe pa pendes. Opozita e pa qenë dhe nevoja për një anti-Ram të vërtet. Sot kemi një panoramë pluraliste në dukje, ku disa figura të reja si Adriatik Klapaj, Arlind Qori, Agron Sheaj apo Shabani kanë marrë pak vota, por askush prej tyre nuk është ende një anti-Ram, sepse ti jesh anti-Ram, nuk mjafton ti jesh kundërshtar i Ramës, duhet jesh e kundërta e tij në moral, mendim dhe formim. Një lider opozite që s'mund të citoj as Hugon, as Cervantesin, që nuk ka një bazë njohurish historike, letrare e politike, mund të jetë kandidat për Bashkinë e Vorës, por kurse si për kryeministër. Është e frikshme të shohësh aktorët e opozitës duke u mbajtur me imagjinata flokësh të mbjella, e jo me ide të mbjella në mendjen e qytetarëve. Urzani Çaushi citon Spartak Ngjelën si i vetmi politikan dhe Jau Mulosmani dhuron libra nga burgu, opozita duhet të skuqet, jo për veprat, por për mjerimin e mendimit. Kur Berisha akuzon Ramën, opozita hesht, sepse e njeh fajin si të vetin. Sali Berisha akuzon çdo ditë familjen e Edi Ramës për korrupsion, por e vërteta është se nuk ka asnjë shqiptar opozitar që nuk e di se edhe familja Berisha ka qenë po aq e zhytur. Kjo e bën çdo sulm të tij të pavler, sepse i ngjan një pasqyrë që kthen mbrapsht të njëjtin imazh. Sot opozita ka shumë njerëz që nuk janë me Berishën, por janë kundër Ramës. Votuan si shenjë proteste, jo për dashurinë ndaj PD-s, dhe janë po ata që nesër mund të votojnë më fuqishëm nëse u ofrohet një alternativë reale, serioze e përgatitur. Opozita nuk ka nevojë për një mesi apo një shpëtimtar me aureol mitike, ka nevojë për një politikan serioz, të ditur dhe me etik, që përballet me Ramën jo me sharje, por me vizion, dhe ky njeri ende nuk ekziston. Derisa të vi, Rama do të vazhdojë të fitojë duke falenderuar frikën që ngjall Berisha. Nëse ka një mësim nga 11 maji, ai është ky, që të përzesh Ramën duhet përzesh Berishën, jo nesër, sot, sepse vendi ka nevojë për një opozitë që nuk është thjesht anti-Rama në formë, por anti-Rama në përmbajtje.